Një informacion tjetër për kujtes më shumë të retorikës politike përsa i përket protestuesve në ditën e 39 kanë marrë shumë epitete, po të fundit janë Korba, Sora Bulevardi apo Korba, Sora Rrjetet Sociale e shumë epitete të tjera. Pse kjo lloj gjuhe dhe pse ky lloj realiteti në vendin tonë në ditën e 39 sot të kësaj rezistence që po vazhdon? Po, që në ditët e para ka patur një qasje të qeverisë për ta tashuar protestën me mbështetje, organizime, sponsorizime që vinë nga jashtë. Dhe kjo kishte të bënte me përpjekjen për të larguar akuzat apo reagimi qytetar nga problemet e brendshme, për të mos i dhënë asaj karakterin e një kryengritje qytetare ndaj keqqeverisjes, ndaj abuzimit me prona, ndaj abuzimit me mjediset natyrore, në këtë rast në zonat e mbrojtura, ndaj korrupsionit e kështu me radhë. Kështu që për këtë arsye, fillimisht u përdor Greqia si vendi që sponsorizonte apo frymëzonte protestën, u sajuan ato buzat që vinin nga Greqia, pastaj doli historia e sponsorizimit nga Serbia, sepse në Zvërnec u pa një makinë me targa serbe që në fakt ishte makina e korrespondentit të Reuterit, i cili në rajonin ton redaksin qendrore e ka në Beograd. U vazhdua më pas me sponsorizimin nga Irani dhe këtu ju qëndrua më gjatë historisë e Iranit. U gjeta ajo gruaja në shtetësi kosovare që ishte ekspozuar publikisht si ekstremiste e besimit fetar. Dhe këtë po pyet, zoti Kikia, përse nuk beson politika që kjo është protesta e popullit shqiptar? Po politika e beson, padyshim që ata e dinë. Përpiqen ta zhbëjnë, në këtë mënyrë përpiqen ta intimidojnë. Thash pra, këto janë përpjekjet për të krijuar një tjetër perceptim në sytë e publikut i cili është ende i pa angazhuar apo i pa atashuar me protestën. Kështu që ju mërshua gjatë tezës iraniane, sepse jo u gjendë ai Dilaver Goxhaj që Dritan Goxhaj që kishte deklaruar në një studio që Amerikanët, Shtetet e Bashkuara janë shtet terroriste, u quajton pro-iranian, ju qëndroi gjatë në treg teza e Iranit, por së fundmi është zhbër edhe teza e Iranit, sepse gjithnjë më shumë njerëzit po fillonin po bënin pyetjen që bëri dhe Kulluri me të drejtë që nëse të gjithë këtë protest e organizon Irani dhe Irani tje ka jaftë të nxjerrë në treg, në rrugë, të paktën edhe 5.000 njerëz, atëherë siguria jonë kombëtare ka rënë. Dhe nëse gjitha kjo bëhet me sponsorizimi iraniane, ku janë shërbimet tona sekrete, çfarë kanë bërë ata për të parandaluar një gjë të tillë, sepse nëse janë kaq të zotë sa të nxjerrin të ngrenë shqiptarët të nxjerrin në rrugë, mund të bëjnë gjithçka, pastaj ata mund të organizojnë edhe kryengritje të armatosura. Nuk kam dhe shumë kohë, s'kam fare kohë, po si e mendoni ecurin, zoti Kikia? Pra jemi në ditën e 39, dje në fjalimet e protestuesve vjen një irritim pikërisht për atë 4 milion euro që do i hiqet rezervës shtetit për t'ju dhënë një koncerti të një reperi të famshëm i cili e organizon në Shqipëri, dhe me të drejtë të gjithë protestuesit kërkuan llogari se përse këto para nuk përdoren për medikamentet që mungojnë, për pajisjet që janë prishur apo nuk janë ndrequr asnjëherë në për spitalet tona, apo siç tha zonja Koçeku të përdoren për emergjencat civile, për zjarret që mund të përfshin apo kanë përfshirë vendin edhe t'i shkohet banorëve në ndihmë. Kështu që si e shikoni ecurin tani? Tani do ja fjalën zoti Provi. Po.
Nëse të flasim për çështjen e financimit të një koncerti është absolutisht absurde, sepse nuk mund të rreshtojmë tani se çfarë mund bëhet me 4 milion euro. Me 4 milion euro mund bëhen 4 milion gjëra. Çështja është që ka një ligj që... Po rëndësishme është të shpëtohet Shqipëria nga turpërimi, se kështu tha zoti Rama. Normal mënyrën se si përdoret buxheti i shtetit dhe kushtetuta parashikon që rezerva e buxhetit të shtetit preket në raste fatkeqësish dhe emergjencash. Dhe ne nuk jemi as në një rast fatkeqësie, as në një rast emergjence, kështu që gjithë narrativa tjetër bie. Qeveria mund të ketë dëshirë të mbështesë një koncert, por mund të gjente mënyra të tjera për të bërë këtë, duke qenë edhe në rrugë të ligjshme. Si? Por besoj që në këtë rast të nuk justifikohet as veprimi dhe as mënyra se si u veprua. Se nuk të dëgjova, pyetje? Llogaria që ka bërë kryeministri sot, se ka filluar të bëjë llogaritë se ish kryetari i partisë time 7742, i del 2500 euro shpenzim për pjesëmarrës në koncert. Ndërkohë që njerëzit u vinë me 30 euro, 40 euro bileta, në paguajnë 100 euro natën, më falë. Ja 30 euro makinë me qera dhe ja 2 vakte. Këtu ka filluar gënjejt në mënyrë industriale. Zoti Kulluri, po. Më falë, një sekond, pjestova 4 milion euro. E këtia, më falë, 100 milion euro që do vinë, me 20.000 shikos, po së temi 6 jesë, nuk janë. Vendi. Më falë, po. Nuk janë shita zgjysma e biletave, te faqja zyrtare e koncertit. Janë shpërndar bileta falas në administrat. Në administrat? Po. Do patronazisat e kanë qenë fizikën e Kenny West dhe kam sërzit. Ja ta mbarë. Ta, 60 vjeçarës. Janë detyru nga administrata në poset partime, dogana, të blien bileta më urdhër. Sa kushton një bilet? Qek, roge. 85 euro më e lira. Duhet ta mbyllim. Janë dërguar nga zysha kujdestar në 9 vjeçare ky mesazh. Cili? Mirëmëngjes, duke ju kërkuar ndjes për nxënësit që keni deklaruar, Ministria e Arsimit do t'jap bileta falas për festivalin e Kenny West. Ju lutem kontaktoni nëse dëshirojnë të marrin pjesë. Mos harroni të merrni konfirmimin e prindve, plotësoni tabelën edhe një herë deri në orën 12. Tani që të rikthehemi te historia e Iranit. Kenny West nuk kam shumë kohë, kështu që sa më shkurt. Do ta mbyll shkurt fare, se kjo është ironi e fatit. Se këta janë edhe ju ka prish algoritmi komplet Edi Ramës. Kenny West është antisemist. Është njeriu më i urryer nga Izraeli. Është anulluar koncerti i tij në disa vende shumë më europiane se ne. Dhe ne kemi dalë kundër edhe këtij koncerti. Po të ishim iranian, do ishim pro. E kuptoj. Plus tjetra, dje kanë hedhur një propagandë, këto patronazhistat anonim, që në protestën tonë marrin pjesë mujahedin. Kanë bërë dhe foto dje të qytetarëve që mund të jenë mbuluar, kanë fenë e tyre, pa aty dalin si shqiptar, po mujahedinët janë kundër regjimit aktual. Pra këty në ju ka prish algoritmi. Protesta do të vazhdojmë me të ritme. Protesta është se jam vërtet në fund. Protesta është maraton, nuk do ndalohet derisa të ikë Edi Rama dhe nëse numri bie për shkak të vapës, më besoni. Ishte shumë më e mirë, do rikthehet. Mos harroni, mos dëgjoni koksepsha edhe kryeministra që i kanë shpik profilet falso, që thonë na sulmojnë profilet falso. Faleminderit që ishit me mua në studio. Faleminderit zoti Kikia, faleminderit